Biznesmeni I spitaleve, Klodian Allajbeu, nuk ka qenë asnjëherë pronar zyrtar I kompanisë farmaceutike, Evita SHPK. Megjithatë, është një sekret publik se ai I kontrollon fijet e shoqërisë që doli nga hiçi në vitin 2014 dhe u shndrua në një prej përfituesve më të mëdhenj të fondeve publike në shëndetësi. Evita nisi në një lokal lagjeje në Berat, e regjistruar nga familjarët të Allajbeut. Pak më shumë se një vit pas krijimit, shoqëria me kapital fillestar minimal arriti të siguronte një prej 4 kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë, hemodializën, me kosto mbi 80 milion euro. Në vitet në vijim, Evita ka ndryshuar emrat e pronarëve, të cilët në çdo rast kanë qenë vartës ose lidhje të ngushta të Klodian Allajbeut. Përgjatë një dekade jetë, Evita ka vendosur një lloj hegemonie në tregun e tenderave të ilaçeve, duke fituar qindra procedura, me vlerë më së paku 40 milion euro, sipas të dhënave të përpunuara nga portali Spending.Data Albania. Evita SHPK ka qenë për shumë vitesh subjekti I investigimeve gazetareske. Këtë fillim jave, prokuroria e posaçme ka kryer një kontroll në zyrat e kompanisë, në kuadër të një hetimi për pastrim parash. Kur Evita u shfaq si një prej aksionerëve të kompanisë Dia Vita, e cila fitoi koncesionin mbi 80 milion euro për ofrimin e shërbimit të hemodializës në shkurt 2016, gjërat filluan të qartësohen. Majlinda Fetiu, e afërme Allajbeut, zotronte 80% të aksioneve, ndërsa Spitali Amerikan kontrollonte 20%. Zbatimi I kontratës koncesionare për hemodializën është shoqëruar me skandale financiare, të evidentuara nga kontrolli I lartë I shtetit. Në vitin 2022, u zbulua se kompania koncesionare kishte përfituar rreth 1 milion euro nga fondet publike, pa kryer asnjë shërbim. Në një raport të vitit 2023, KLSH ngriti alarmin se mënyra e zbatimit të kontratës po vendoste në rrezik serioz jetën dhe shëndetin e pacientëve, ndërsa Evita ishte gjithashtu një prej përfituesve kryesor të tenderave sekret për blerjen e testeve për COVID-19.